Këto të shtunë demokratët zgjedhin kryetarin e Partisë Demokratike, ndërsa në listë rezulton vetëm Sali Berisha. Procesi po zhvillohet edhe në 7 bashkitë e qarkut të Elbasanit. Në degën e Partisë Demokratike në Elbasan kanë të drejtën e votës të rreth 1515 antar. Sipas qytetarëve votues, ky proces shihet me rëndësi për të ardhmen e opozitës dhe përballet me mazhurancën. Jam një qytetare pensioniste e Elbasanit dhe erdha të votoj për zotin Sali Berisha, si shpesh shumë mirë. Tashi votëm patjetër që e dham me dëshirën tonë atje ku dua. Zgjedhje presim një fitore tjetër mbas kësaj zgjedhje. Si shkoi mirë, presim fitoren e liderit historik, profesor Dr. Sali Berisha. Shpresojmë absolutisht se gjithçka shkon mirë. Tu me kënaqësinë më të madhe rikonformuam për kryetar të Partisë Demokratike të Republikës së Shqipërisë, profesor Dr. Sali Berishën. Dhe është i vetmi person drejtues i Partisë Demokratike që e meriton dhe kanë votuar me kënaqësinë më të madhe. Procesi i votimit do të vijojë deri në orën 18 të ditës së sotme, ndërsa pas mbylljes së qendrave të votimit, pritet të nisë numërimi votave për përcaktimin e drejtuesit të ri të Partisë Demokratike.